Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer i ka thënë Parlamentit Britanik të hënën se angazhimi i President Amerikan Donald Trump për paqen në Ukrainë është i sinqert. Shtetet e Bashkuara janë jetike për sigurimin e paqes, është Britania do të luajë një rol udhëheqës për arritjen e saj, ka thënë Starmer. Starmer po ashtu ka shtuar se Ukraina është testi i kohës tonë dhe mbajtja e anës mes Shteteve të Bashkuara dhe Europës do të ishte jo seriozitet. Ai po ashtu ka deklaruar se nuk duhet të vihet në dyshim sinqeriteti i presidentit Trump për të arritur paqen në Ukrainë. Në fjalimin e tij, ku ka informuar për gjithçka po bën Britania e Madhe, ndër të tjera Keir Starmer tha se për të siguruar një paqe të fortë të drejtë dhe afatgjat, pas invazionit të tmerrshëm të Rusisë në Ukrainë, zoti kryetar, gjithçka fillon me këtë kuvend. Kur të martën shpalla arritjen më të madhe dhe më të qëndrueshme të shpenzimeve për mbrojtjen që nga lufta e ftohtë, një njohje e faktit se edhe një herë jetojmë në një periudhë ku paqja në Europë varet nga forca dhe pengimi, por gjithashtu një ribërje debatit të vjetër të pasluftës, një qëndrim që është mbajtur prej kohësh në këto karrige që siguria ekonomike është siguri kombëtare. Zoti kryetar, kërkesat që ne tani duhet të bëjmë për Britaninë duhet të shoqërohen me një bazë të re sigurie për njerëzit që punojnë. Zgjedhjet e vështira që bëm javën e kaluar nuk janë të mbyllura. Duhet të përdorim procesin e arritjes në 3% të ardhurave tona kombëtare të shpenzuara për mbrojtjen, për të rindërtuar themelet e industrisë britanike, të përdorim investimet tona në shpenzime ushtarake për të krijuar punë dhe mundësi për praktikantë në çdo pjesë të vendit tonë. Dhe për këtë arsye, mbrëm shpalla një marrëveshje që simbolizon përsosmërisht të këtë epokë të re, një partneritet me Ukrainën që u lejon atyre të përdorin 1.6 miliard pound nga financat e eksportit të Britanisë për të blerë 5.000 raketa mbrojtëse ajrore të prodhuara në Belfast. Kjo do të thotë punë për britanikët, aftësi britanike, financë britanike. Të tërhequra për interesat tona kombëtare, duke vënë Ukrainën në pozita më të forta të mundshme për paqen dhe duke mbrojtur civilët e pafajshëm nga terrori dronëve rus. Zoti kryetar, përpjekjet e mia vazhduan të njëjtën kur takova presidentin Trump në shtëpinë e Bardhë për të forcuar marrëdhënien tonë me Amerikën. Tani ajo që ndodhi në takimin e tij të më vonshëm me presidentin Zelenski është diçka që askush në këtë kuvend nuk dëshiron ta shohë, por dua të jem krejtësisht i qartë. Ne duhet të forcojmë marrëdhënien tonë me Amerikën për sigurinë tonë, për teknologjinë tonë, për tregtinë dhe investimet tona. Ata janë dhe gjithmonë do të jenë të pazëvendësueshëm dhe ne kurrë nuk do të zgjedhim asnjërin anë të Atlantikut. Në fakt, zoti kryetar, nëse diçka javën e kaluar ka treguar se kjo ide është krejtësisht e parësyeshme, sepse ndërsa disa mund të gëzohen me thjeshtësinë e marrjes së një ane, kjo javë ka treguar me qartësi të plotë se Shtetet e Bashkuara janë thelbësore për të siguruar paqen që të gjithë duam ta shohim në Ukrainë. Kështu që e mirëpres mundësinë për një marrëveshje të re ekonomike me Shtetet e Bashkuara të konfirmuar nga presidenti javën e kaluar, sepse është një mundësi që jam i vendosur ta ndjek. E mirëpres diskutimin pozitiv që patëm mbi sigurinë europiane, përfshirë mbështetjen e tij të qartë për nenin 5 të NATO-s. E mirëpres kuptimin nga dialogu ynë se dy kombet do të punojnë së bashku për marrëveshje sigurie, për një paqe të qëndrueshme në Ukrainë. Dhe gjithashtu, e mirëpres angazhimin e vazhdueshëm të presidentit për atë paqe, të cilën askush në këtë kuvend nuk duhet ta dyshojë në asnjë çast. Është e sinqert. Zoti kryetar, tani do të kaloj në ngjarjet e fundjavës dhe skena emocionuese që pritën presidentin Zelenski kur mbriti në Londër të shtunën. Zoti kryetar, e pash me sytë e mi që ai ishte i befasuar kur turma brohoriti me zë të lartë dhe ata po flisnin për të gjithë vendin tonë. Një kujtesë që kjo qeveri, ky kuvend dhe ky komb qëndrojnë në mbështetje të palëkundur pas tij dhe popullit të Ukrainës. Ne vendosëm së bashku për të ecur përpara me kauzën e fortë të paqes së drejtë dhe qëndrueshme për Ukrainën. Të dielën, mora udhëheqësit europianë nga i gjithë kontinenti ynë, gjithashtu të angazhuar në këtë kauzë, përfshirë presidentin Macron e kryeministren Meloni, udhëheqësit e NATO-s, Komisionit Evropian dhe Këshillit dhe kryeministrin e Kanadas, një alat thelbësor i këtij vendi të Commonwealthit dhe Ukrainës. Përgjegjës për trajtimin e mbi 40.000 trupave ukrainase, kisha gjithashtu privilegjin paraprakisht të flisja online me udhëheqësit e Estonisë, Lituanisë dhe Letonisë, secili prej tyre sa më afër që janë me frontin e Rusisë, theksuan urgjencën e momentit.
Ishte një samit produktiv, së bashku arritëm një strategji të qartë se Britania e Madhe, Franca dhe aleatët tanë do të punojnë ngushtë me Ukrainën për një plan për të ndaluar luftën, të cilin do të diskutojmë drejt për drejt me Shtetet e Bashkuara. Është një plan që ka 4 parime të qarta, të cilat do t'i ndajmë me kuvendin. Së pari që duhet të mbajmë ndihmën ushtarake për Ukrainën duke rritur më tej presionin ekonomik mbi Rusinë. Dhe për këtë qëllim, përveç partneritetit tonë për mbrojtjen ajrore, e dyta u dakordësua për çdo paqe afatgjatë duhet të garantohet sovraniteti dhe siguria e Ukrainës. E treta u dakordësuam që në rast të një marrëveshje paqe do të vazhdojmë të forcojmë mbrojtjen dhe pengimin e pushtimit të mëtejshëm të Ukrainës. Dhe e katërta, u dakordësuam të zhvillojmë një koalicion të dëshirueshëm, të gatshëm për të mbrojtur një marrëveshje paqe në Ukrainë dhe për të garantuar atë. Pas të gjitha pozitave, Ukraina është krejtësisht e kuptueshme, për ta lufta nuk ka filluar 3 vjet më parë, ajo ishte thjesht për shkallëzimi më i fundit dhe më brutal. Ata kanë nënshkruar në marrëveshje me Putinin më parë, ata kanë përjetuar natyrën e diplomacisë së tij dhe kalibrin e fjalës së tij. Ne nuk mund të pranojmë një marrëveshje të dobët, tha Keir Starmer para deputetëve të Parlamentit Britanik.